ose po ju duket se gjithçka rreth ju po lëviz shumë shpejt. Dhe ju nuk keni kohë të merrni frymë, dhe ndoshta nuk po gjeni zgjidhje në një problemi që ju kërkoni apo përgjigjet që ju kërkoni. Përgjigjja është thjesht të qëndroni në qetësi. Dhe t'i lejoni vetes pak relaks. Mendojini kështu. Në këto momente kaq dinamike, mendja juaj është por si një enë me ujë dhe me rër, të cilën e kemi trazuar dhe rëra është gjithandej. Dhe ka bërë ujin aq të turbull sa që me të drejtë rruga përpara nuk mund të shikohet, një zgjidhje nuk mund të gjendet, një përgjigje, një pyetje nuk mund të gjendet. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Thjesht lëreni ujin në qetësi. Dhe rëra do të bjerë poshtë, uji do të ngelet sipër, i pastër, dhe ju mund të shikoni përpara, mund të gjeni zgjidhjen që në fakt ka qenë gjithnjë aty. Por thjesht, në këtë moment dinamik, ju nuk mund ta zbuloni dot. Pra thjesht lejoni vetes pak relaks dhe mos mendoni se është humbje kohe, por fitoni kohë dhe është një gjë e zgjuar.